Hey njerëz të bukur, mirë se keni ardhur në episodin final të Fatostic Albania. Pas 11 episodeve, ku unë kam trokitur në çdo derë, kam shkuar pothuajse në çdo fshat dhe qytet të ndryshëm të Shqipërisë, ka ardhur koha që në këtë finale unë të rikthehem në Tiranë dhe jam në majën e malit të Dajtit. Normal sepse duhet të ketë pak atmosferë finaleje. Por sot është 1 janar, kështu që unë dua ta nis me një urim për vitin e ri. Uroj që ky vit të jetë sa më i bukur, por më shumë se kaq uroj që të mos harrojmë se jemi ne ata që e bëjmë një vit të bukur. E bëjmë duke qenë më njerëzor, më të mirë çdo ditë, edhe kur është e vështirë, duke shpërndar më shumë dashuri se sa urrëtie, më shumë mirëkuptim se sa gjykim, duke qëndruar më pranë njëri tjetrit edhe kur koha bëhet e vështirë, jo vetëm kur është e lehtë. E bëjmë vitin më të bukur duke dhënë më shumë se sa marrim, duke dëgjuar më shumë, duke qenë të pranishëm aty ku ka rëndësi. Uroj që 2026 të na gjejë më njerëzor, më të duruar dhe më të vërtet me njëri tjetrin. Qoftë një vit ku të dhuruari dashuri nuk mbetet vetëm një fjalë, një koncept, por të bëhet vepër e përditshme. Dhe uroj që në fund të vitit të mund të themi se e jetuam me plot zemër. Qoftë 2026 viti kur ëndrat nuk mbeten në sirtar, pa i sirtari hapet dhe zbrazet i tëri. Gëzuar 2026. Le të nisi aventura jon finale. Pasi zbrita nga maja e Dajtit, ku do mbërria tjetër përveç se në Surrel? Jemi gati të shkojmë dhe të shohim se çfarë bëhet këtu vërdall. Gjeta ije në Surrelit. Ije, çfarë po bën këtu ije? Për një pra të thur tokën se e ndjumë. Po thur tokën. Hajde pra të ndihmoj dhe unë pak. Hajde tani të ndihmoj unë, ta mbarojmë dhe pastaj bëjmë muhabet. Ja, që muhabeti bëj nona, jam 84 vjeç. Edhe je shumë në formë. Shikoje? Lopa jote është ajo? Si quhet? Lara. Lara. Për vitin e ri e bëre baklavan? Apo se bën Mos në? bë baklava, bëjnë të rejat. Bën të rejat e bën nusja jote baklavan? Nusja bë. Bë po se? Si e bën të kështu turke apo? Ja, turke me bëjnë, nuk e bëjnë se kim pas bona, ja. Po pse se bëjnë si që keni bërë ju Ka atëherë? punë shumë, ja, janë punë gratë. Janë punë Po gratë, do të punojnë, nuk i njën. Nuk ja ke mësuar ti nuses tënde E di baklavan? nusja, e di, Po për tonë? Ka kohë, se ka punë. Ka punë, e kuptoj. Më shpejt kja. Vetëm e shpejt. Po ti kush të pëlqen më shumë, turkja apo? E përpashmi. E përparshme, ja? Jam Me e sa dje- pete bëje ti Jam e atëherë? djetër e bëjte... Me sa pet? Sa? 50 peta. 60 peta? Po bëshin tollat anë, ndjekshëm. Edhe i tolje veti, edhe i thaje në për shtëpi. Dhe, ti thashin e për qërqaf. Gëzuar 2026. Tryt zoti, tryt zoti. Faleminderit. Më pas rrugëve të Surrelit takova Ismailin, i cili më ftoi në shtëpinë e tij. Pamje e bukur këtu. Këtu rriti çdo mëngjes kur zgjohesh? Jo, këtu është më përballëk. Këtu, këne, ato ai pasur nuk është. Ai ripastër. Nuk këne, çdo mos të qenë, a kem Tiranë, këtu është shumë. Nuk është se në Tiranë që të mbyt smoku i makinave, këtu është ai ripastër. Jo. Ti na ftove ne në shtëpi dhe unë thash se do gjeja këtu edhe gruan tënde. Ti Apo, më the gruaja ka dalë. Si del gruaja pa lejen Pa tënde? dhe ba ne, shokimi, pjetë. Ku mund ka dalë? Ku? A një ka shku da ke goca që. Mund të ke shkuar të goca thua? Ka shku ke goca, ka po thonë. Tani gruan ti e ke njohur me mbledhëri besoj apo jo? Me shkes. Me shkes. Shiko. Shkuesi. Me shkes. E si të doli? Doli grua Po, e ëndrave të tua? A erdhi? Edhe. Ua, si quhet? Vera. Vera? Vera si je? Jemi e të veqa. Vera, ti që ke si pran Vera. Po burri jot më duket shumë pozitiv. Si ka mundësi që ai e ruan pozitivitetin? Ha?
Ti më duke shumë gazmar, shumë pozitiv. Po të pse u kalu ka dalë lëviz, unë nuk rri shpit. Nuk rri shpiti, lëviz. Lëviz dalën një dhe. Tani ti jeton me nusen këtu, apo Po, jo? po, me nusë, e kam shumë të mirë e kam. E ke shumë të mirë nusen, a? Shumë të mirë e kam, shumë të mirë, nuk e daj me gocat. Nuk e ndan nga Jo, vajzat. jo, nuk e daj me gocat. Tani çuni i vogël pse ka ngel pa martuar? Po, mi shumë, tata të i thonë, hajde, gjem një gocë ose gjenje vetë. Po, një kështu, nuk e di se si ka... Ka ndryshuar kohë tani duhet ta gjejmë vetë, nuk kam më me shkuesisin kohën tuaj. Vetë duhet ta gjejmë, po vetë, po nuk janë të gjithë vetë. Ishe, martesa e ka i parë kuptime. Sot Zoti, Allah i madhërishëm, sot njerëzit martohen në kohën e duhur, thot. Jam 40 vjeç, jo 50 vjeç. Jo 40 vjeç, pra s'duhet martosh 40-50. Kur duhet martohesh sipas teje? Qa moshe? Po, moshën 18-19 gocat. Po çunat? 24, 25. Okej, e mësuam edhe këtë. Unë ju falenderoj shumë që më mirë pritët dhe ju uroj që 2026 të jetë sa më e mbar për të dy ju. Mirupafshim dhe Po ti një je vit i martu? mbar. Je martu? Unë? Pa, Jo, s'jam. ja, inshallah sa më shpejt. Inshallah sa më shpejt dhe unë. Ashtë në pashëm. Shumë faleminderit dhe gëzuar. Të shohim nëse shtëpia e radhës do na mirëpresi. A ka njëri? Si jeni? Mirë, si jeni juve? Mirë, unë jam Fatosi, si quhesh ti? Lutfia. Lutfie gëzuar Dhe 2026. gëzuar dhe gëzuar qofshit. Kemi ardhur në Surrel për të parë se a jeni ju mikpritës apo jo, do më mirëpresësh mua në shtëpi? Patjetër, çfarë do sa? Me vërtet? Mirë se vini. Mirë se na vini. Ju më impresim. Lutfie, ua, paske nga kjo karriga kështu ti? Ua, nga këto që tunden. Se mos bie mrapa unë apo jo? Nuk bie, nuk bie. Ua, me vërtet, mund të tundem? Tundu sa të duash. Sa që, hajde ulu ti këtu, të bëjmë pak muhabet. Me kë jeton ti këtu? Bashorti. Me bashkëshorin, po është bashkëshori ti këtu ta thrasësh? Ktu është këtu. Ja thrasëm. Thire një. Bajram. Bajram? Po. Bajram, si je? Mirë se të gjeta. Lutfia më mirë priti në shtëpi, bëri mirë besoj, nuk bëri gabim. E keni zakon, në? Bajram, si është të jetosh në Surrel? Këtej jeton dhe kryeministri ynë. A ndjeni ju të veçantë? Çfarë keni ju të veçantë? Asi gjë më shumë veçantë si gjithë tjerë. Ju me çfarë profesioni jeni marrë? Gjithë tjetër më qenë në ushtri. 2013 nas pastru se ishim komunistë sana thanë atje. Që në dha. Të shi me policë privat. Policë privat. Po. Je Bile sa ka marrë truni tretë. një polici mirë apo një polici keq? Shumë shembullore se ka vazhdet e ritualit në ushtrisë. Unë nuk njoh këto rregullat e reja. E ka vu kapelen në 83-shin. Kështu që njoh 2 brezët e ushtrisë, e kupton? Po fëmijët i keni jashtë, më tha Lucia. Gëzuar, faleminderit që më mirëpritët dhe 2026 një vit sa më i mbar. Suksese. Mirë se Faleminderit. Gëzuar. Në mdas me tata, që qeki e rindu. Faleminderit. Të kam parë për telefonet dhe për... Më ke parë, ë? Mas gocave. Po, që bole. Edhe i frukt, një sekond se erdha. Bajram. Pash që kur të pyeta për djalin që ke jashtë, u përlote pak. Pse? Pse? Të mungojnë? Shumë. Sa vite kanë andej? 8 vjetë, 9 vjetë. A vjen shpesh? Asnjëherë. Asin. Pse? Po, Për një çështje qune letrash? kam angli. Pa letra, i martu me kalem pa letra. Anglesë janë anglesë, kupto me nën për vete. Pa di morën atë që ke morë, në zetë, si ke punu atë, ata s'tjapin letra. Ideja që çuni të ikte jashtë ishte e ati, ju e mbështetët, Qa me shtetëm, iku ban pytë. iku pa të pyet. Na tregoi që si gjë fare. Kur biles, unë të pytë, ka hika ka unë. Kur morë vesh mas 3 javë. Që Jo ishte është mori në qendësh për shdeshje që i ka mori qendësh. Dhe tani, që kur iku nuk është, nuk ka ardhur në Para, Shqipëri. i ka vjetë më Anglia, Tet ta ka vetë. Ike ti. Tani ta provoj pak kekun unë? Provoj, ma. Bëftë mirë. Faleminderit. Bëf mirë, mi. Shumë i mirë. Ju Ju lumshin shikoma. duart. Unë shikom aty. Tani më the që gruan e kishe guzhinjere. Po.
E more me qëllim që do të gatuan të mirë? Po pra pas se duhet për pleshni. Duhet për pleshni. Pleshni, pra duhet i gatimi qik kërët se. Qa gatime është të bën gruaja aty? Valla që ti thevu bon. Qa të pëlqen ty më shumë? Mish i pjek. Do vi një pikë ku ju të dy do shkoni në Angli? Fare. Po pse kështu gjithë ju? Ja, unë më Angli. Çdo fshat që kanë vajtur nuk ikin jashtë njerëzit. Pse? Nuk shkriju më Angli për arsye. Sepse atje unë qesh kam qenë 2 herë ka 5 ditë, 10 ditë. Kam pa vetëm një orë gjys diell. Ne ka falë Zoti gjitha gjona E ato. vërtet, Bajram dhe unë këtë mendoj. Si s'pash janë anglezë të bukur zon. Vajta shqiptare më të bukura. Po s'pash më një. Se pa një anglezë, më përta që valla që ka fenë për të hupë sytë. Po grua nuk e ke xheloze, si sa thot Po jo, këtu. Don të shikonte në një angleze për të hedhur. Jo më jo, po kurioziteti, s'kisha, më bjerë një gamë, në qendër, disa herë kam qenë. Tani anglezët i kuptuam. Me Lutfien si e njohur ti? Kemi shku shumë mirë. A ne s'më bëj bajën i teatrin. Se kjo ma ka nevojnë mu, se 2 durët, i dorë se la suratin, 2 durët, lajnë sytë. Duhen të dy, ha? Pa duhen të 2 durët, qaj sytë. Si e njohur ju të dy? Me dashnim ja. Me vërtet? Pa, po se ka. Po dalloni ju, që nga syt, dalloheni. Kështu që ti bërë. Mu dojti kuzhinër për pleshnimë, vla. Dhe e gjete fiks. Edhe e gjithë të gjithesha. Që s'kërkëj gjemë, vla, Zotit që t'i kërkësh t'jep. Bravo, këtu më pëlqeve, gëzuar. Po kërkove e gjenë. Po, që t'kërkëj gjemë. Tani, për vitin 2026, e zëmë se do kishte një shkop magjik, ose këtë pirunin, për shembull magjik, dhe Xhindi do i thoshte për një dëshirë. Çfarë do donit ju që t'ju plotësohej një dëshirë? Jo, ne, Shëndeti është më e rëndësishme. ne jetim fëmijët mirë. Jo dha Zoti haju nga shku su si këm për zonë, kanë hik vetë. Unë kanë hik me zonën pa më pyet. Kështu që jo dha Zoti haju ku t'jen, i ruaj Zoti ku t'jen su më shumë s'kam që dhe bëj. S'ke çfarë ti Sa dhe bësh. bëj më shumë. Se cili ka jetën e ti dhe Po, jeta private se do shoku. Cili. private ju, private ata Po atje. normal. Shumë faleminderit edhe një herë dhe ju uroj një vit të mbar. Unë po lëviz tani sepse duhet vazhdoj në vende të tjera. Të rri. Një qik më që, sa Do mbetet për sezonin e dytë. Jo, i them Kur të cili lulet. A di se i thon, si thon ti muhabeti me ikë shpejt, erdhe sa vendesi scenare don. Dhe baba gjyshi do të shkojnë në shtëpinë e radhës. Si jeni? A mundem? Do mbjellësh pemë? Të do lëviz është afër me tjetrën. Po pse apo na që vën kokrat të komshiu? Ja, po bën një tjetër, s'është puna kokrës. Nuk është puna kokrës. S'ka lidhje Keni pas ndonjë probleme me kokrat? Ja, mund bëni sa dush një tjetër. Se keni atë problem. Ja. Vetëm se këta i bëjnë një tjetër dhe prishin një tjetrën. Ju me kë jetoni këtu? Unë me çonin, nëse çonin edhe gruaja. Po të paktën e pas këtë çunin dhe nusen, unë kam vajtë në Një shumë kam. shtëpi që janë 2 veta. Një kam tjetër nga ju. Iku jashtë? Ka i ka 12 vjetaj, Ku? në Angli. Në Angli? Shë edhe një tjetër që ka ikë në Angli, me lejen tënde apo pa lejen tënde? Gjithle, me qefje. Se të Bajrami që isha unë, tha që iku pa leje, tha. Bashkë. Basja? Bashkë. Të ndihmoj dhe unë me këto shkulljen e pemës dhe mbjelljen? Më mirë shkullteti që s'prej shponë, se ti me shkullet e ma thë. Si? Ma tha për të gallet. Qa të bëj unë? Ti të shkullsh këtë pemen këto, se ku i njofin e të kushofit. Hajde. Ngullë edhe pak. Po ti qeke, shumë mirë i djathë që nge ti. Të shti bëj ratull prap, se nuk del ashtu e kur. Po pra, do bëj dhe këtu. Bravo. Shumë bukur. Ngreja të shti. Opa. Ti ke i bëj shkulli bashkohore. Ku ta hedh tani unë këtë? Te marrë mbjellën më vonë. Po do dhe peshi këtu që ta shtoja ku doli. Pse pemë është kjo? Po t'ka është, nuk është pemë, po. Motra pemës. Motra. Pemës, lule. Ti ke raport mirë me pemët? Qa pemësh ke mbjellë të shof që... Që shef këtu? Hurma është kjo, fik? Jo, kjo ftu. Ftua? Urmi është kjo. Hurma është kjo. Aja mall. Mall. Popull Dharpajani. I kivi, gjitha janë si. Pas ka dhe kivi.
Ja dhe kemi është. Interesant. Edhe roshti kam ndjem aton. Pra ti merresh me këto në kohën tënde të lirë. Po, pensionist. Merr dhe rezultate. Ua, si u bëra. Tash do është me ferra. Po ti nuk e... Pse më çove mua në ferr? Po ti aty kërkove. Shoh. Mund Po do të jarrim fshatit aty. i kanë këto. Ju të Surreli çka keni të veçantë që kryeministri ka zgjedh të vi këtu, të jetoj këtu? A është bukur këtu? I ka pëlqyer atij se ne na ka pëlqyer. Ju ka pëlqyer me ka. Na ka pëlqyer me kohë. Siç e kuptuat, në Surrel nuk ka shumë gjallëri. Banorët kanë ngelur 2 nëpër çdo shtëpi, merren me bakti, me bujqësi, me ato që kanë ngelur. Ama siguria shumë e lartë për arsyeën se e kuptuat që këtu jeton kryeministri ynë. Por misioni im në këtë episod final nuk mbaron me kaq, sepse un kam zgjedhur 4 nga miqt dhe kolegët e mi të Lavilës për t'i dhënë një super dark në luginën e Surrelit. Në këtë dark, ku do thuhen shumë gjëra dhe do të ketë shumë surpriza për ta. Kështu që shkojmë. Unë përgatis gjithë këtë episod final dhe ftoj ata të 4 dhe ata vonohen, nuk e di domethënë. Erdhën, shkojmë t'i marrim krushqit. Ka shije, gjithmonë ka pas shije. Më pëlqen. Ku jeni, more? Gëzuar. Aldi, Na gjeti ky vit i ri bashkë. Gëzuar. gëzuar. Kur shkojmë për datën një Ua, më keni sill dhurata? Sjell. Se këtu ke një baklava? Ua, E shumë kam bërë me këto dy duar. faleminderit. Kam Ti nuk ka reale. rëndësi të na kesh dhënë diçka ne, se fakti që po na takon me një janar është Fakti që na ke ftuar në emision tregon shumë për ty. Për finale mbi të gjitha. Ja. Një kafe që të rish pa gjumë dhe gjesh metodën si mërzu Aldi nga. Ah, bravo, Aldi që nuk i harron asnjëherë. Finxhanin e shoh unë mas 3 ke darkë. Po ti Megli, si unë edhe ti. Unë Vera? atë që më karakterizon. Absolutisht. Qeftin zemra. Jena shumë falë. Unë kam bërë një verë të bardhë, siç ke zemrën të bardhë, 2023. Shumë faleminderit. Ndërsa për ju pret një dark fantastike, po para se të shkojmë te darka, më lejoni të tregoj pak vendin. Hajde. Bismillah. Fantastik. Fantastike. Tani do ju kujtoj pak fëmijërinë te ky parku lojrave. E, lumsine. Sa ka marrë mallë të luajt e lotrat. Po ke pas ka lum. Për zotin, më kujton për miri në tropoj. Çfarë ju kujtojnë këto lodra? Si thoni? Hapni Na kujtojnë një periudhë shumë të lumtur të jetës që nuk e kemi më. Për vërtet. S'kishim halle atëherë. Jo. E vetmi halli ishte kush do na tunte. E vetmja gjë që unë doja të arrija Tani me po ta këtë. vendos. Edhe tani mund të jetë një djallë. Filloj me hallet. Unë mendoj se kjo ka qenë koha më e bukur edhe hera fundi që kam qenë lumtur. Ajo që unë doja të arrija, kur hipja te këto është që të bëjë një rrotullim. Përveç asaj, të bëjë një rrotullim 360 gradë. Nuk e di, kisha shumë shumë e rrezikshme. Unë as 180 sa rroba. Jo vetëm shtynë njëri aq fort se të bëhet 360. Me rëndësi të shtynte njëri fort. Jeni gati tani të luajmë pak të kujtojmë kohërat e vjetra? Shpërndahuni!
Jam shumë i lumtur që në këtë episod final të Fatostikël Penja, pas eksplorimit të shumë vendeve, fshatrave dhe qyteteve në Shqipëri, kam mbledhur këtu për darkë, në darkën e 1 janarit, 4 prej miqve dhe kolegëve më të mirë mund të them të Andales. Jo se të tjerët janë të mirë, po kaq na kam të kishim mundësi për sot. Shumë faleminderit Ylje që erdhë dhe gëzuar një vit pastaj në barkë së gjashtë. 2026 do jetë viti jon Fatos. Absolutisht. As për vitin e ri nuk kam ngrënë, Me vërtet? vetëm që të haja sot. Me zi e kam prit po Po të ti ta them. harxhosh Fatosin, se nuk Uroj që Zemra mos po të të them, shkënjej. Të gjithë tavolinën me gjithë ju. Tani dua të kalojmë pak dhe të flasim për gjëra të bukura. Më Okej. thoni pak ndonjë kujtim që keni ju nga viti i ri, nga fëmijëria, si e keni festuar, atëherë se ka ndryshuar, nuk është më viti i ri siç festoi dikur. Normal. Se për shembull unë kam fut kapsollën në lavatriçë e komshies. Si pas ke qenë, je i rrezikshëm ti. Ja, kam qenë dhe vazhdoj të jetë. Vazhdon të Po jesh. ju çfarë ju kujtohet? Shko, unë kam pasur një fëmëri shumë të bukur, për shembull, lidheshim me kalamajt e lagjës edhe shkonim në të gjitha shtëpiat, mblidhnim dhurata. Nuk e di a keni bërë ju. Was Secret Santa që ato? Po, shkonim për zotin, ishim shumë qytetare Mblidhnin si kalamaj. Donim dhe tani mblidhnim për shembull dhuratat dhe i numëronim. Kush ka marrë më shumë, po që zjeshim o Fatos. Unë sa kam qenë shumë grifsh. Në vërtet? Po, kam shumë e keqe. Se ke jam njohur manifestimin atëherë ti. Jo, atëherë s'dia. vogël ti. Kam kisha për flokësh, me pas në njëni më shumë dhurata se unë, mik të trurit, duhet merja më shumë unë që të kisha unë më Po shumë. në shtëpi. Në shtëpi mblidheshim me gjithë familjarët, besoj edhe ju. Bënim një darkë familjare, pastaj data 1 janar që vinin tezët, hallat, të mblidhnim gjithë. Ka qenë shumë kohë e bukur. me 1 janar vishin? Po, vinin që bënim Ashtu të është, domethënë në 1 janar deri në 3 shkojnë dhe vinë. Pra, ti shkon te Daja vjen tek ty. Tezët vin ty me 1 janar vin tezët. Po, Ajde, kuptojmë ku do të dalë. tezët e mia, tezët. Real tezet e vërtet. Ato tezët, se di kur vit. Presin Ju të janarin. tjerë, Po në shumë e mund njëri se më besoj se brezi ju gjithë jetën në fëmijëri ka kaluar. Me kapsolla, me Zeusa, me këto gjëra. Kështu që nuk është Mos sa sponsor. mos e vërtet. Zeus mbarut të djaulli me kohë. Vinin ata çunat e lagjës, ngacmonin me fiçan këto. Të gacmonin çunat me kapsolle. Po, jo, mua gjithë aty, çuna Ti çfarë bërë një? Isha Shumë i zënë, çazon të dorë. ishte periudhë viti i ri dhe isha zënë me mamin për një gabim. Çfarë kisha bërë nuk e mbaj mend. Ma Po, që ishe bërë. se mbaj mend çfarë kisha bërë, po do dalte diku tjetër dhe isha i mërzitur. Dhe çfarë bëra? Mami kishte një govatë aty jashtë me ujë, dhe unë fus kapsollën brenda në ujë të govata u ça dhe rrodhi ujë. flet? Edhe vjen mami më vonë unë kuzhinë kështu. Ua, ishte çfarë govata nga kapsolla ti e hodhe? Dhe unë nga që ishim zënë më përpara dhe ajo xham kishte vërtitur për gabimin. Po pse të gjithë unë i bëj gabimet? Nuk e kam bërë unë atë. Aktrim po them, Allah Kostian do e gjuh. Profesional. Do t'i që e besoj. E besoj mami? E besoj. Ça pas ka rrit. Dhe me thanë mami pas gulo sot që... Po ne jemi brezi i fundit, ose një ndër brezat e fundit, mund të them që e ka shijuar vërtet fëmijërinë dhe kemi luajtur aty për vit të ri me kapsolle. Alti ti ke ndonjë kujtim? Unë me thënë drejtë kujtime nga viti i ri kam kur shkoshim gjithë të darkat. Edhe kur ia aty ka qenë këto kapsollat i marrshin në dorë kështu dhe shpërtheshin, kapshin pikë dhe shpërtheshin në dorë. Kanë qenë edhe ato fiqekziore, kështu që vetë bëshin psiu, ju pa shpërthim. Kanë qenë 1000 lekë, kanë qenë Ato i hidhja para se të vinte 12, ishin thjesht sa për nxemje. sa për xixa kështu. Kanë qenë një kohë shumë Ka që kohë të bukura se s'kemi pas shumë njohuri, nuk kemi S'kena pas as lekë, qenë në kanë qenë lagje, po. Gjanë që kishim në gjanë dhe majë që kishim në zero Facebooku. Po, O, atë kujtohet që hynim në 0.facebook.com. Edhe bënim ata urime. urime, gëzuar Të vysh të shikosh nga tani mesazhet e mia në Facebook, ju lutem mos. Unë kam pas bën një status, zero Facebook, kam pas gjetë një foto nga interneti një dritare të thyme, ka qenë një dorë kështu dhe e kam pas shkruajtur, a dën me mafia, a dën me kafë. për vitin e ri kjo. Kjo ka qenë në 2013-ën, masi erdhi Ndërsa- Unë kam pas një Facebook fal. Unë kam pas një Facebook The Girl of Your Dreams. O, me vërtet. The girl of your dreams. Që atëherë me iglis, E po sa e kishin kështu shqip, ajo lepurushe
ndërtaren tënde. O zemra mu ma gjeti vllaja të Facebookun se e kisha më qeftas. Problemi ishte që ai Facebook që zero Facebook. Unë nuk e kuptoja çfarë po ndodhte. Paralelisht isha kështu. Një shpull vite, një gërshti, po. Një rrotullim këte, një rrotullim ande. Tani janë gjithë shumë pas ekranit dhe nuk unë mbaj mend unë gocë edhe të luja të më thënë u sakatoja, hyp në për garazh dhe tani thjesht kanë frikë, si frikën pak. Unë jam vrar, jam qar, jam rrotullu, në gjitha anët, dhe prapë s'ka gjë. Po se e rrotullu, më një je bra. Je bra i pa. Kulos të pandjekse. I tham gjithë prapë si që kishin bërë në fëmëri, po tani që jemi e ka ndarë, Hore, gjallë nuk e da. janar le të festojmë zërë se kur nuk jam kamera. Tani, më thoni pak, 2026, me cilin person nga familja jeni më të lidhur? Ti Agli, për shembull se kam dëgjuar që ke familje të madhe. Po, goxha familje pushke i quajmë, ne? Jemi 5 fëmijë. Ka herë jetë 5 atë? fëmijë? Po, 5 fëmijë. Ti ke gjitha motra? Po, 4 motra vogla. Ti Ti e djali pra zret. I katër ti. Unë jam e lidhur më shumë me motrën që kam këtu në Tiranë, që jetë me ta, kam si motrën time të vogël edhe pse motra madhe, mundohem për kujdesen për atë, mundohem interesohem për atë. Sepse jeta më ka pjek pak para kohë nga situata tjerë që mund të kenë ndonë dhe mat jam më e lidhur, ne shoh me dëmshuri për ta mua. Çdo përftas kam nisë jam shumë i lumtur që të ketë gjithmonë mua këtu. Ti me Agli? Me kë je lidhur më shumë? Unë jam me vogla dhe kam një motrë më të madhe dhe vllajën. Motrën për fatin tim të keq e kam jashtë, kështu që sado që e kemi ato koneksionin e kemi shumë të fortë, por prap distanca është ndryshe. Ndërkohë vllai im që është më i madh se unë, ka qenë hap pas hapi në çdo fazë të time dhe nuk e kam një si prind më shumë sa vlla. E kam shok të ngushtë, më thënë, edhe jemi bashkë hap pas hapi dhe jetojmë bashkë në Tiranë. Kështu që jemi një familje e vogël, jemi të afërt gjithë, po ato e kam pak më. A është ai pika jote e dobët? Pa. Do me thënë, nuk e di, çdo gjë jap. A është ai urimi i parë që të vjen për ditëlindje? Ai mua çdo vit 0000 është më ka bërë surprizë, nuk është thjesht urim. Nuk është thjesht urim. Sa i mirë. Dhe ai e ka rritur shumë Standard. dhe standardet për mashkull që do vinë në jetën time. Oh my god. Kosti Dhe ti? mirë bën se ti je një vajzë që meriton gjitha të mirat e botës. Zemra ime është e mirë. Kosti? Po, normalisht si gjithë edhe unë jam i lidhur me familjen time. Normalisht situata ime është pak më ndryshe, duke qenë se unë që në moshë të vogël kam humbur timat edhe kam pasur vetëm mamin edhe vllajin. Unë ishte gjyshem, po po flasim brenda në një familje. Edhe kam qenë i lidhur, unë jam të që nuk ta shpreh shumë kështu dashurinë me fjalë ose nuk ma kështu zemra ime, zemra vllajit, nuk e bëj këtë. Ama bëj më shumë vepra, kam më shumë pjesën e veprave që e bëj këtë gjë. Me një diskutim që kam pasur me ty, më ke thënë që ke bërë shumë për familjen dhe për këtë të vlerësoj shumë. Po. Se njëri që bën për familjen është po normalisht unë u maturova që në moshë Para kohë dhe duhet i bëja ballë shumë gjërave në jetën time. Kështu që prandaj dhe mua më desh të lidhesha më shumë pavarësisht se nuk e shpreha me fjalë, po gjithsesi duhet të lidhesha me familjen. Këto vitet e fundit që tani edhe unë shoh pak atë jetën time personale, sigurisht kam në pak gjëra pastore, kështu i çik, po. Ndihesh pak në faj. Ndihem pak në faj, po mendoj që kam bërë mjaftueshëm sa për ta shlyer në thonjë, edhe pse unë mamas time nuk ja shloi dot kurrë çfarë ka bërë për mua. Askush prindërve vetë. Absolutisht askush. A bëni gëzuar për gjithë e prindërit? vërtet, ta bëjmë i gëzuar. Sidomos mamat shqiptare që janë të Mami gatshme të dua. të lënë çdo gjë, domethënë për familjen dhe fëmijët. Ema, ti me kë je lidhur më shumë? Unë jam e lidhur me të gjithë familjen dhe jo, se realisht unë kur flas për familjen prekem shumë se kohët e fundit nga që kemi qenë me shumë punë, nuk është se kemi pas shumë kohë për kushtohemi familjes, besoj se ju Besoj erdhën nga familja se për fesë me tretëninë të familja ke festuar. po flas me përgjithësi. Dhe doja të thoja që ëndra ime më e madhe në jetë, përveç ëndrave mia personale, është që t'i bëj të lumtur ata. Kemi qenë gjithkohës me xhirime dhe kështu dhe kur më merr telefon, po nuk i përgjigjem në moment, për shembull të mami jam me xhirime dhe harroj ta marr më vonë. Na ka ndodhur të gjithë. Na ka ndodhur. Madje di çfarë bëri mami im së fundi që unë t'i ktheja përgjigje, unë kisha harruar ishte me xhirime se as nuk e kisha parë.
humbi Nala, thot, që është qeni Po, jonë. që të Humbi Nala marrë ka ikë nuk është mendje. kthyer. Edhe unë e marr telefon. Edhe ha mesazhet. Po, Bravo, që mama. me motrën dhe vllajën jam shumë e lidhur. Vllai është ai suportuesi. Ke më të mëdhenj apo më Jo, të janë më vegjël? të vegjël. Vllai sa del një video në Andalë, më rrin më shkruan, më thotë ti je më e mira, unë ta adhuroj. Domethënë flet gjatë gjithë kohës me admirim dhe vllai me motrën më kanë kështu si idhull dhe nuk ka që më të bukur se sa të kesh Duhet t'i shpresën dhe po. Të rush prapa atë imazhin që ke ruajtur Po, që ke. dhe ata më shohin si shembull, thonë që kur të bëhemi më të mëdhenj, duhet të jemi si ti, si ti. Është pak presion ti është një madh. Po, Se unë jam e vogla. po, shumë e vërtetë. Dhe gjithmonë të shohin me atë syrin adhurimit. Dhe jam krenare që A jam. keni shkruar ju ndonjëherë kartolina? Për vit të ri keni dërguar kartolina? Po, kam Vetëm kur në dërguar, po më detyroni vogël. klasë. Vetëm kur kështu, detyroni? Ja, Kena unë qenë familjarëve mirë, të ja. Ju keni ardhur këtu në Fatostik, por kjo është një finale. Është episodi i fundit i sezonit dhe unë nuk ju zgjodha kocju të katërt. Ka një doli. arsye. Na na shkruaj Karolin. Dhe unë kam një surprizë për ju, më lejoni. Këtu kam 4 letra me emrat tuaj. Wow! Dhe këto letra janë shkruar nga një person që ju do shumë. Motra. Motra ime do e këtë shkruajt. Dhe unë do i lexoj të gjitha një nga një, po e nis me emën. Kush është emra këtu? Mos e thuaj se ke marr familjar. Për zotin ka marrë telefon. Uaj, në Se vërtet. besoj. Atëherë këto nuk janë zarfe me emra të eliminuarit, po janë zarfe që uroj që ju japin më shumë pozitivitet në këtë 1 janar dhe të Okej. japin më shumë motivim për 2026. Jam kurioze të di Nuk çfarë ju ka ja shkruar. them kush ju ka shkruar derisa ta kuptoni vetë nga Familjarët e letra. mi nuk ka shanse ti ke gjetë Fatosti. Kë? Je sigurt? Familjarët. Shumë e Mos je sigurt ka. Mos më nënvlerëso. Për zotin shumë pas kanë shkuar ata. Atëherë, Ua, më emocionova. Kazi, ne të dyja kemi kaluar shumë bashkë, më shumë se kujtime. Kemi kaluar etapa jete, kemi qeshur derisa na janë tharë lotët. E kemi qarë derisa nuk na kanë mjaftuar fjalët. Kemi kaluar momente të bukura, të paharrueshme, por dhe momente të vështira e të trishta, ku vetëm prania jon ka qenë ilaç. Në çdo situatë, në çdo fazë, kemi qenë pranë njëra tjetrës. Kur të gjithë iknin, ne rrinim. Ti e di shumë mirë që unë jam ajo që të qëndron pranë dhe kur gabon. Edhe kur nuk do të dëgjosh, edhe kur thua jo, këtë herë e di se çfarë do bëj. Kazim, edhe pse nuk jemi gjithmonë pranë fizikisht, dua të dish diçka shumë të rëndësishme. Largësia nuk na bën të largëta. Largësia nuk e ma do të lidhjen që kemi ne sepse zemrat tona nuk e njohin distancën. Pavarësisht se ku jemi ne, mbetemi ne, dhe kjo është diçka që as largësia nuk mund ta ndryshojë. Gëzuar festa dritë, festoj gëzou se viti më i bukur i jetës po të pret. E parandjeva dhe këtë për ty. Kjo është kushërira e emrës. Wow, unë qava, nuk e prisja gjithë. Ja, dola. Nuk e prisja, ishte shumë e bukur. Unë jam shumë e lidhur me kushërirën. E kam si motë të madhe dhe dua të them që të dua shumë dhe faleminderit për këtë letër. Më bëre të qaj. Ta heq kamin unë. Ua, Ta për heq. E hoqa. Për 2026 nuk e prisja çajat e Fatostik, po Ja që ç'dira ndodhin. ja që ja dola pra t'ju emocionoj. Faleminderit shumë. Letra e radhës dua që t'jetë ajo e Kostianit. Kostian, ke ndonjë ide se kush mund ta ketë shkruar? Ja, unë e di që... Ua, emocionet tona të para për këtë vit të ri. Jam shumë emocionuar edhe nga emocionet që po marr. Vetëm emocion. Ju thash që do ishte një darkë e bukur dhe ndryshe nga të Unë tjerë. prekem shumë kur më shkruajnë letrat të tjera. Kështu që dua që partneri im jashtëm të më shkruaj vetëm letra. Atëherë, I bëj thirrje. I bëj thirrje. Po veç luleve që do më si. hey Kosti, të them të drejtën, nuk e mendoja që do kisha emocione kur fillova të shkruaj diçka për ty. Jam e emocionuar dhe e lumtur njëkohësisht kur të shoh që ke nisur të bësh realitet ëndrrën që ke pas që i vogël. Unë të mbështes gjithmonë dhe jam fansja jote më e madhe. Ti vazhdon të mbetesh topolaku më i bukur, tamam si atëherë kur ishe i vogël dhe rrihet dera dhe qaje kur unë nuk të merrja me vete. Uroj që të gjithë të shohin ty për atë djalë të mrekullueshëm që ti je dhe të kuptojnë botën tënde plot ëndra. Mezi pres të takoj për të ndarë në një thashetem të ri. Je gjithmonë mirënjohës, ky është vërteti më i çmuar i njeriu. Mos harro që je më i miri i Andale. Të uroj gëzuar festat, Zoti të bekoft, ju përqafoj, Joli ashtu si më thret vetëm ti.
Çfarë raporti ke me tezën? Është ajo që të komenton në çdo video. Këtë kisha më të lehtën për ta gjetur nga të gjithë familjarët. Ai fatos. Unë me tezën e kam, më thënë që volsh e vërtet që dilja tek miku dhe delja tek dera edhe çaja kur s'më merrte. Dhe sa ishte vinte, më ne kisha lënë si porosi që doja të më merrte kos frutash dhe të më sillte. Edhe e kam shumë të afërt, më thënë e kam motër, shoqe, si prind të dytë. Jeni shumë të lidhur. Është mbështetje, nga mbështetjet e mia më të mëdha është ajo. Më thënë për çdo gjë e kam, është dhe tip kështu. Gallat, ti. Asaj pas ke gjah. I ke marrë pak nga tezja. Po që e kuptova që kur them më prisin të dera, e kuptova që ishte ajo. Ej, Tani, love you. Zarfi i radhës ka emrin se Aldi. ke pyet ndaj familjar dhe jam shumë Gjeje Po, kusë zemra puna lehtë, zemra e tjerëve, zemra në fund. Yeah, that's the reason. Nga një nga motrat besoj. Një nga motrat? Po ose mund të jetë Po, kam nevojë të thota. Okej. Të shohim kë kam marrë unë nga familjarët e Aldit për këtë urim. Pas ka shpëri fund. Dhe një nga ato fjalë pak. Aldush, oksigjeni im. Jam, ka shkruar. Oksigjeni jam. Mbas se nuk e mban mend, po mua më kujtohet si dje, ngrohtësia e dorës tënde të vockël, kur gjatë ditëve të ftohta më shtrëngonin dorën. Vitet kaluan shumë shpejt dhe sa hape mbyll syt i fillove të ecje vet. Në telefonatat tona të fundit, që tani më mund të jenë harruar, ti më pyesje gjithnjë si jam. Dhe unë thoja me gjysmë zëri, më mungon oksigjeni, më mungoje ti. Jeta mund të jetë mizore ndonjëherë, por në asnjë moment nuk harrova të të rrisja me vlera e parime, edhe nëse bota ta kthen shpinën, dije që unë jam këtu për ty, ashtu si në të qarat e tua të para. Jam krenare për djalin që ti je sot, për suksesin tënd dhe të uroj që gjithmonë, sa do hapa të mëdha të bësh, të mos harrosh rrënjët e tua. Me shumë dashuri, për personi që s'do ta lëshoj kur dorën, mami. Se bukur! Wow! Kam pastan dikur se s'do qasha kur për këtë gjë. Sinqerisht. E mundon ta marr shumë vetën se s'do të shoh në njerëzit më lart sy. Qaj se për mamën. Kishim çajtëm le për ty. U asa mirë. Ja dola. Ja dola, Te asnjë nga sepse- familjarët është mami. Me thënë drejtën e fatos, që diskutuam më para, po harrojmë të japim kohën që meritojnë prindërve, tu hutu të puna, po do të ne nuk kujtu se do të më kujtu dhe ne të thëmë. E Për vërtet. momentit ja kthejmë sa do pak, gjithë ato gjëra që na kanë bënë, na kanë rritë në sakrificë, dhe shumë prekse si gjë. Faleminderit dhe ty se se prekse. Po fatos na e bësh make-up, çfarë do bësh shumë? Kam urryer në një më shumë. Wow, ishte shumë Po kthehet në steluan tosti. bravo për zotin. Ishte shumë Frikë. Ke frikë pse? Po nuk mendoj që nuk e di. Megli, letra e fundit. Një fakt interesant është që letra e Meglit ka qenë letra e fundit që ka ardhur në postën e emisionit tim ato. Por jo, më pak e bukura. Do qaj ndjej, se pas ka shkruajtur një roman. Shumë gjatë. Hey Meg, nuk e kam menduar kur që do të shkruaja një letër që do lexoj publikisht. Po ja ku jemi. Prandaj po e nis me një porosi si vëllai motër. Mos u emociono shumë në fillim, edhe pse e di që s'do më dëgjosh. Nëse të mbushën syt, bëje elegante siç je ti. Absolutisht. Teksa të kam parë të rritesh që nga bankat e shkollës kur të prisja jashtë me çadër që të mbaroje mësimin deri në zonjushën që je shndruar sot. Doja të thoja që jam personi më me fat në botë, që kam një motër si ty dhe jam shumë po shumë krenar për ty, për personin që je dhe për arritjet e tua dhe e them gjithmonë plot me krenari që jam vllai i Megli Haskaj. Dhe po, si vllai motrës doja të kujtoja që ti s'ke nevojë të provosh asgjë. Ti je i Megli, ajo Megli që bën njerëzit të qeshin pa e kuptuar, që jep ngrohtësi një dhome me një fjali dhe që ditë ngrihet prapë edhe kur gjërat s'kan shkuar siç do ajo. Edhe pse nuk është opsion mos me shku gjonat siç do ti. Për këtë vit të ri urimi për ty është shumë i thjeshtë. Të uroj që të plotësohen të gjithë dëshirat dhe ëndrat që të do ajo zemra jote e madhe dhe e bukur. Unë jam gjithmonë këtu për ty. No matter what, no matter when, no matter where, remember, të dua shumë Meg, gëzuar vitin e ri, Chris.
Ua, zero. Ua, nuk e kisha pritur. Nuk e kam pritur realisht. Je fantastik si shkete emisionin. A që përqafoj pak Kjo është ty. Bravo për te. Për ti me ke gotën bashkë. Kam zero plot. Je shumë e bukur. Shumë faleminderit, do vi që përqafoj pak nga gjithë, se ju mërzita pak, po janë Jo për shkalla pa mërzite. Jo, realisht nuk e prisja fare, po Po kemi qalë për shdoj tjetër. unë e nisa piti duke qarë. Edhe të Tonë që do duke qenë shumë e shqipë. Tonë që Të emocionova, a? Me emocionove, sinqerisht, kisha kopa tentu me lëtu. Një përqafim për me këtisa, qau shumë. Nuk e priste. Jo, se... A është Kristi kështu tipi ftohtë? Që nuk e Jo, shpreh nuk dashuri? është, thjesht nuk mendova që do ta gjej. Do fliste me Kristi. Mos më në vlerësoni, unë kam gjetur fshatrat më të thellë, jo më Jo familjarët më tua. familjarë ta, në vërtet. Arsyeja në fakt pse unë vendosa që t'ju bëja këto surpriza është që të tregoja që në festa është ajo periudha viti ku ne kujtohemi pak a shumë për familjarët dhe sa të rëndësishëm janë ato për ne, se siç e tha dhe ju, jemi shumë të ngarkuar edhe me punë dhe e harrojmë ndonjëherë sa të rëndësishëm janë. Dhe unë këtë e kam kuptuar edhe nga njerëzit e thjeshtë, ndonjëherë lumturia, unë e mbyll gjithmonë episodin me një shprehje, por që do e them derisa në fund edhe të këtij episodi, por që ndonjëherë ti e gjen dashurinë dhe në gjëra të thjeshta dhe mjafton të kesh personat e tu të afërt të mirë. Dhe unë në çdo fshat dhe në çdo qytet që kam shkuar e kam parë këtë dritën e syve tek njerëzit, se sa me pasion e duan ata jetën dhe kur nuk kanë gjëra, dhe edhe kur nuk e kanë një tavolinë kaq të bukur, të shtruar përpara tyre. Dhe ju falenderoj shumë që ishit pjesë e kësaj darke finale të Fatostik. Uroj që viti 2026 Amore me gumzu këtë vitri. As nuk hangrëm. Nuk e di, po, realisht nga ke bë me qaj, unë ka gjithë make-up-i, isha bërë bukur sot. Mund të qaja gjithë mund të do dhe qaj dhe pas. Po, do ta lexoj prapa të letrat dhe e sigur që do qaj. A mund të kemi nën për letrat? Patjetër do i merrni baba gjyshi, unë. Jo, tezi, Ju jo. ajap. Jo, realisht. Shumë faleminderit. Faleminderit. Unë jam një njeri shumë emotiv, edhe mendoj që këto emocionet e forta e bën njeriu, domethënë të gjërat e vogla e bën çdo gjë më të bukur. Edhe Dhe më besoj, bën më të fort njeriu. nuk ma kishe pyet ndonjëherë mendja që do lexoja një letër nga Kristi. Në emisionin tënd as pak. Shumë faleminderit. Edhe menduam se ne do të bënim ty një dhuratë në emision, po ti na bëre një dhuratë më të bukur të fillim viti. Jam shumë i lumtur, sepse ndonjëherë është më mirë ajo që japim se sa ajo Ajo që që marrim. marrim, me vërtet. Edhe kjo është një tjetër mesazh që unë e kam kuptuar gjatë këtij udhëtimi. Po si që kete emri Fatostik, je fantastik. Je çfarë. Shumë faleminderit Fatos. Por para, po. Për ftesën e që na mblodhe, ti di shumë se sa shumë të vlerësoj, sepse kjo nuk është mbledhja e parë që ne bëjmë, pavarësisht se mbledhjet tona janë kështu të zhrumshme dhe të shpeshta për shkak të emisionit që kemi bashkë, por realisht më kape kështu gafil, siç e thon. Edhe nuk e prisja të më bëje këtë gjë, pak kisha dhënë një sinjal. Po shumë faleminderit, të vlerësoj shumë, je shumë punëtor dhe je always on top of your game. Thank you, shumë faleminderit. Falenderoj dhe unë Fatos për këto rreshtë e që më pas ka bërë dhe mamë, se dje takova që diqme si. Edhe jam pa fjalë, falenderoj, vazhdo kështu, se je super edhe shpresoj sa ma sukses në çdo fshat dhe qytet. Bile kam qejk, vazhdosh edhe me jashtë, me diasporën. Po, për gjithë njerëzit që më shkruajnë dhe më komentojnë, Fatostik do rikthehet në një sezon 2 dhe do i eksplorojmë të gjitha. Fatos, nga unë ke një apartament në Barcelona që të pret. Motra ime është më se e lumtur të mirëpresin në shtëpinë e saj. Fatostik Barcelona. Fatostik Po edhe të shkon Fatos Jose Satanzo. Shumë faleminderit. Tani unë dua të bëj një mbyllje për këtë puntat finale të Fatostik. Dua ta nis me disa falënderime që dua t'i bëj pak shpejt edhe pse mua s'm pëlqen, po e di që duhet t'i bëj dhe e ndjej që duhet t'i bëj. Faleminderit Andale për besimin në këtë projekt, Dalina dhe Bora. Faleminderit Aureli, cili në post-produksion gjithmonë ka qenë i gatshëm në çdo montazh dhe në çdo ditë që unë ja kam nxirr jetën ndonjëherë. Dhe faleminderit
Chris Chavo, i cili është operatori pas kamerave që ka qëndruar me mua në çdo xhirim, sado i lodhshëm ka qenë, kemi shkuar, jemi nisur në 6 mëngjesit dhe jemi rikthyer në shtëpi në 9 apo në 10 të darkës. Dhe falenderimi më i rëndësishëm është për ju që e keni ndjekur këtë program dhe që e keni pëlqyer. Ju që më shkruani pafund, dua të falenderoj të gjithë njerëzit që më kanë mikpritur, kanë hapur dyert e shtëpive të tyre, edhe pse kur nuk kam pas se çfarë të më japin, qoftë edhe me një gotë raki apo me pak rrush edhe me pak portokallë, aty kemi bërë një bisedë dhe kam kuptuar shumë gjëra, kam kuptuar që Shqipëria ka një zemër shumë të madhe dhe është shumë e kotë që ne të harxojmë ditën për të kërkuar ëndra dhe lukse dhe gjëra që ndonjëherë kemi parë në filma, por dashuria e vërtetë dhe ajo jeta e bukur gjendet edhe në gjëra shumë të thjeshta. Ne do shihemi sërish bashkë në sezonin e ri, sepse çdo gjë e bukur ka nevojë për një fund edhe një pauzë, dhe ky besoj ishte fundi më i bukur. Dhe si çdo episod, dua ta mbyll dhe këtë finale me një shprehje, me shprehjen e përjavshme, që ndonjëherë lumturia gjendet dhe në gjëra të vogla. Pafshim. Cheers! Cheers! ¡Ándale!